Magjia e tingujve nga e gjithë Evropa çeli mbrëmjen e 13 majit, festivalin e këngës europiane, konkursin që shqiptarët e kanë ndjekur tradicionalisht vetëm në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Nga skena madhështore ku kumbonin mbrëhoritjet e mira spektatorëve, Eurovision 2025 nisi konkurimin nga qyteti i Bazelit në Zvicër. Në skenë u ngjitën 15 shtete nga 37 pjesëmarrëse në garë. Shqipëria, e cila përfaqësohet nga grupi Shkodra Elektronike, ka interpretuar në gjysmëfinalen e parë, ku u ngjite 12 në skenë me këngën Zjerm dhe u kualifikua për në natën finale. Beatrice Gjergji dhe Kol Laca tregojnë emocionet e para, pasi u kualifikuan për finalen e madhe. Unë kam një shumë energji në njerëzve që ishin prezent aty, edhe i kam po të mbo, go, 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 e kjo gjë më kohën shumë fort. Njerëzit, me thënë drejtën, në nuk e kena mënu, por, sinqerisht njerëzit rreth rrotull na thoshin që do ta kaloni, na nepshin për të sigurt të tanë këtë gjanë. Na i thoshin, po nuk i dihet, por pas kanë pas drejt njerëzit. Nga 15 shtete, të cilat konkuruan në këtë natë, 10 prej tyre për shkak të zgjedhjes së publikut kaluan në natën finale, veç Italisë, Zvicrës dhe Spanjës, të cilat kalojnë automatikisht në finale. Shtetet konkuruese në gjysmëfinalen e parë, të cilat shkojnë në finalen e 17 majit janë Shqipëria, Norvegjia, Suedia, Islanda, Holanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia dhe Ukraina. Gjatë natës së parë nuk munguan surprizat e shumta dhe spektakli. Kjo mbrëmje është moderuar nga komediania dhe aktoria shumë e njohur, Hazel Brugger, dhe përfaqësuesja e Zvicrës në Eurovisionin e vitit 1991, Sandra Studer. Një moment emocionues si kësaj nate ka qenë një nderim për këngëtaren ikon, Celine Dion, dhe mesazhi që këngëtarja ikon transmetoi këtë natë ishte: Zvicra do të mbajë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time. Eurovisioni i vitit 1988 ndryshoi jetën time. Muzika na bashkon dhe ajo është forca jon, ishte mesazhi i Celine Dion. Switzerland will forever hold a special place in my heart. Suksesi Shkodra Elektronike është përshëndetur menjëherë nga kryeministri Edi Rama, i cili uron artistëve shqiptar të shndrinë në finale. Gjysmëfinalja e dytë do të jetë në datën 15 maj dhe finalja e madhe e Eurovision 2025 do të jetë në datën 17 maj dhe do të transmetohen ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1.